Përshëndetje për të gjithë dhe mirë se erdhët në podcastin Loyola Lingua Lab. Unë jam Eliza dhe sot kemi një bisedë super të dobishme për ne që jemi në shkolla, pse mësimi i gjuhëve të huaja hap dyert në jetë. Me mua është profesoresha Besa Pupa. Profesoresha Besa Pupa ka një përvojë shumë vjeçare në mësimdhënien e gjuhës angleze, në të gjitha nivelet të arsimit, si ai fillor dhe i mesëm, dhe tashmë ka krijuar një karrierë në mësimdhënien e gjuhës angleze në Universitetin e Prizrenit dhe të Prishtinës. Studimet postdiplomike i ka në fushën e gjuhësisë me specifikim në përvetësimin e shkatësive gjuhësore. Mirë se erdhët, profesoresh. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Fillimisht jam shumë e sigurt që dëgjuesit tanë kanë një kuriozitet të madh në lidhje me disa pyetje të cilat unë do doja t'i parashtroja për ju. Fillimisht pyetja e parë thotë: pse është kaq e rëndësishme që ne të mësojmë sot gjuhë të huaja? Po shiqoni, ne të gjithë e dim, edhe nxënësit edhe të rinjt e din se sa është e rëndësishme të mësohen gjuhë të huaja, pa marrë parasysh cila gjuhë, gjuhë angleze, gjuhë gjermane apo gjuhë tjera, se ato do të na hapin edhe horizontin. Tani me zhvillimin e teknologjisë ne jemi më afër se kur me botën e jashtme, jemi më afër se kur me qasjen e internet, në informacione të ndryshme 24 orë dhe njohja e gjuhës ndikon shumë. Me që rast nxënësi përveç tjera që fiton edhe aftësitë komunikative, fiton aftësi njohëse, do të ketë të zhvilluarit e të menduarit më të mirë, pra është shumë e dobishme të mësohet dhe e rëndësishme. Tani në Kosovë ne veç e dim se është bërë prioritet të mësohet gjuhët e huaja. Është domosdoshmëri, kudo që aplikon do të nevojitet të flasësh një gjuhë të huaj, do ta kërkojnë. Përkundër kësaj ne kemi edhe shumë kompani të ndryshme, bashkësi ndërkombëtare, shkolla në gjuhë të huaja dhe me siguri që njohja e gjuhës ju çel horizonte të reja të rinjve dhe nxënësve. Unë kisha me marrë për shembull një shembull nga përvoja ime në kohën kur unë kam punuar, ju siç e thatë, unë kam një përvojë shumë vjeçare në mësim fillor, të mesëm dhe universitar. Dhe atëherë në fillimet e karrierës sime nuk kanë qenë kushtet siç janë tani. Tani teknologjia ka avancuar, jemi në një botë të digitalizuar dhe është domosdoshmëri pra të mësohet. Atëherë janë punuar me metoda tradicionale. Do thotë profesori ka qenë në qendër, pjesa më e madhe e orës është zhvilluar nga profesori, e nxënësi vetëm ka dëgjuar. Edhe shumë pak ka pas rast që të flasë dhe t'i shpreh mendimet e veta. Nëse ai ka pas fatin të ketë një profesor të zellshëm, atëherë të devotshëm në punë, ai ka mësu, po të tjerët, fatkeqësisht njohuritë të tjerëve kanë qenë më të kufizuara sa i përket njohjes së gjuhës. Tani, fatmirësisht, me metoda bashkëkohore të cilat i aplikojnë profesorët e juaj, ju keni rast të mësoni më shumë. Mos ta anashkalojmë edhe kontributin e prindërve. Prindërit shpesh e lën veten anash, apo keq të themi, vetëm për t'ia mundsuar fëmijëve të tyre çësjen në teknologji, çësjen në internet, që ata sa më mirë ta përvetësojnë edhe teknologjinë, por edhe njohjen e gjuhëve të huaja. Vërtet. Pyetja e radhës është: si ndihmon gjuha nxënësit që të marrin pjesë më shumë në klasë dhe në aktivitetet në shoqëri? Po është logjikshme që nxënësi i cili e flet gjuhën, ai do të ketë vetbesim më shumë, do të jetë më aktiv në klasë, do të merr pjesë në shumë lojra, do ta ndiqë që është më afër profesorit apo mësuesit. Në të kundërtën, nxënësi i cili nuk e njeh gjuhën mjaft mirë, ai do të jetë i rezervuar, ai do të tërhiqet, ora e gjuhës do t'i duket monotone dhe do të zhatë shumë. E njëjta vlen edhe për shoqëri. Do thotë, nëse ti e flet gjuhën, ti në shoqëri, do ta kesh një vend të caktuar. Kur diku mban biseda të shoqërisë, ti do ta ndjen veten si të anashkaluar. Dhe kurrë do të jesh pjesëmarrës aktiv në biseda. Po, shumë e vërtetë. Gjithashtu do doja të shtoja një pyetje nga ana ime. Cilat janë disa nga vështirësitë për një person i cili është tashmë interesuar që të studiojë gjuhët e huaja, pra cilat janë problemet që i hasaj gjatë rrugtimit të tij? Po problemet janë sikur që e ceka më parë, nëse ne nuk i kushtohemi, do thotë të rinj dhe nxënësit, nuk i kushtohen me kohë mësimit të gjuhëve të huaja, thash pa marrë parasysh cila do gjuhë,
atëra ai do të ketë vështirësi. Për shembull, kudo që aplikon, do nevojitet ta njohësh gjuhën. Ai do ta ketë vështirësinë se gjithnjë do të jetë i anashkaluar, do të ketë përparësi ai që e njeh. Shumë e vërtet. Duke u bazuar në atë që thash, pyetja tjetër thotë, çfarë mundësish konkrete hapen për të rinj që i marrin seriozisht gjuhët? Po ka shumë mundësi. Tash aq shumë ka mundësi, do thot me zhvillimin e teknologjisë, ne jemi më afër me botën se kur. Janë udhëtime të ndryshme, nxënësit kanë mundësi të shkollohen jashtë. Ne kemi shumë shembuj ku nxënësit tonë studiojnë jashtë apo janë të punësuar. Mund të aplikojnë në universitete prestigjioze në dekat të cilat i dojnë. Pa marrë parasysh, zë me thonë të studioj gjuhën e huaj, ai mund të studioj diçka tjetër, po njohja e gjuhës angleze atij do t'i ndihmoj apo gjermane apo cila do gjuhë. Atij do t'i ndihmoj që ai të aplikojë. Mandej gjithashtu kemi edhe bursa të ndryshme, shumë shtete të ndryshme ofrojnë bursa. Mundësi tjetër është ne kemi shumë të rinj të cilët punojnë edhe online, nga shtëpia. Ai punon me shtete të huaja, po punon nga shtëpia, do thot ka edhe përfitime materiale. Po flasim për shembull për përparësitë e të udhëtuarit, kur udhëton. Pa marrë parasysh ajo në ato udhëtime turistike apo udhëtime biznesi në të ardhmen, udhëtime pune, gjuha ta lehtëson punën. Në të ardhmen do të keni avantazh në tregun e punës, do të jeni konkurrues. Dhe nëse ti shkon në një takim pune në vende tjera, nëse nuk e një gjuhën të nevojitet përkthyesi. Nëse flet vetësh krejt më ndryshe se përkthyesi nuk mundet ta bartë, sado që është i mirë, nuk mundet ta bartë emocionin edhe tonin e biseduesit. Unë po flas pak për përvojën time, do t'i bëj disa krahasime se sa shumë ka ndihmuar njohja e gjuhës. Në këtë rast angleze, mas luftës, unë kam pas rast të punoj edhe me bashkësinë ndërkombëtare, të certifikohem për përkthyese nga gjuha shqipe angleze dhe anasjelltas. Si dhe kam marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare. Pjesëmarrja në këto konferenca më ka lehtësuar punën time se gjithnjë kanë qenë konferenca që kanë bëjmë me mësimdhënien. Dhe praktikat e fituar atje, unë i kam bërë tek nxënësit e mi, do të përveç se kam përfitu unë, jam njoft me kulturën e atij vendit, kam kriju miqësi që edhe sot kam kontakt me te, unë ato praktika i kam bërë, kam përfitu edhe nxënësit. Çdo herë gjuha të ndihmon të hapen fusha të reja, të hapen raste për punësime të reja. Do thotë ka shumë mundësi nëse mësojmë gjuhën e huaj. Po, më pëlqeu shumë kjo që e theksuat. Në vazhdim kemi një pyetje në fundit. Si mund të motivojmë në nxënësit që mos ta shohin gjuhën si një detyrë, por si një mundësi për ta? Po, shiqoni, kjo është ndonjëherë shumë sfiduese edhe për vetë profesorët. Shpesh ne mësimdhënësit mendojmë si të gjejmë një mënyrë që nxënësit tonë ti mësojmë, ti motivojmë të mësojnë. Unë mendoj se inkurajimi në bisedë, inkurajimi në pjesëmarrje në orë të mësimit do me thënë shumë. Nëse ne i inkurajojmë nxënësit që ata të flasin në orë të mësimit, t'ju ofrojmë botën e tyre reale, t'i pyesim për interesat e tyre, atëra i do të ndim vetën më lirë dhe do të shprehet më lirë. Do thotë në atë mënyrë ne i inkurajojmë. Ka shumë mënyra tjera që unë mund t'i përmendja edhe nga përvoja se tash po i lidhi çdo herë me përvojën time, pasi që kam përvojë mjaft të madhe, thash mbi 45 vjeçare, te unë çdo herë ka pas sukses lavdata. Pse lavdata? Se çdo herë nxënësin të cilin e kam lavdëruar, ai ka qenë i suksesshëm, herën tjetër ai është turpruar të vinë në orë të mësimit pa detyra. Se ai ka fitu besimin tim, edhe në atë mënyrë ka fitu edhe vetë besimin, kështu që normal që ekzistojnë edhe kritikat, po kritikat duhet me qenë pozitive. Çka nuk kupton kritika pozitive? Kritika pozitive është kur i paraprin diçkafit që është e mirë. Si, nëse një nxënës sot ka folë mirë, ka qenë i suksesshëm bisedë, e lauderon dhe normal që i tregon mas mësimit, i tregon që
Po kështu si ishe i mirë në bisedë, ti duhesh ta mësosh të lexuarit, mora shembull, po, apo të shkruarit. Dhe mesazhi shkon direkt te nxënësi. Ai e sheh se është i mirë në shkrim, në të folur, po i mungon shkrimi. Është edhe diçka që unë gjithë një ceki edhe jo me bindun që e dinë dhe mësimdhënësit e juj, se gjatë bisedës nuk duhet t'i korrigjojmë gabimet e nxënësve, se në atë mënyrë ne do t'a bllokojmë nxënësit. Do t'i lëmë vend të flas edhe ka kohë, aty është mësimdhënësi që ta korrigjojmë më vonë. Me fjalë tjera, sa më shumë afrohemi tek nxënësit, sa më shumë kemi pranë tyre, të interesohemi edhe për interesimet tyre personale, ne do të kemi më shumë sukses në motivim. Ka mënyra tjera për motivim, ato i dinë veç mësimdhënësit e juaj, siç janë shfaqje e filmave të edukativ, janë këngë promotion, janë për shembull video incizime për biseda të ndryshme, nxënësi ku mund të njihet me gjuhën e gjallë dhe ta shoh kulturën e atij vendi. Dhe në këtë mënyrë, përveç se i zhvillon shkallësitë të folurit, nxënësi do të zhvillojë edhe në këtë rast me video incizime edhe shkallësitë të dëgjuarit. Pra e kanë botën përpara dhe të gjitha dyert i kanë të hapura. Shumë e vërtetë. Profesorish, faleminderit shumë për bisedën dhe këto këshilla kaq të vëshme. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jem me ju. Të dashur miq, me juve sot isha unë Eliza. Shihemi në epizodet e radhës me shokët e mi nga Loyola Lingua Lab. Tung tung.